Përshëndetje dhe mirë se vini të dashur ndjekës, po fillojmë podcastin e radhës Rishtazi. Sot të ftuar kam Fatmir Bytyqin, deputet të Lidhjes Social-Demokrate, për shumë arsye. Një, për të diskutuar se çfarë ndodh në këtë parti opozitare pas zhvillimeve të fundit, por me Fatmir Bytyqin do të flasim edhe për elementet ekonomike dhe sigurisht situatën politike në vend, sepse si një ekspert në të kaluarën mendoj që mund të jap një këndvështrim të asaj se çfarë ndodh. Sigurisht këndvështrimet e tij janë nga pozicionet e deputetit opozitar, por gjithsesi situatat janë të tilla që ja vlen për të diskutuar. Fatmir Bytyqi, faleminderit që je pjesë e Rishtazi. Faleminderit për ftesën dhe shpresoj të kemi bashkëbisedim të mirë. Po e filloj një herë këtë bashkëbisedim me zhvillimet brenda Lidhjes Social-Demokrate. Ka shumë arsye, sigurisht fillimisht shkak janë zgjedhje lokale, por zhvillimi i fundit i dorëheqjeve të gjithë organeve të partisë si duhet parë nga opinioni sipas jush? Mendoj se kjo është pasojë edhe një hap, po e them, i vonuar, sepse duhet të ndodhte në një moment më të hershëm, edhe unë i kthehem zgjedhjeve parlamentare, atëherë në 2024 në fakt, kur mendoj se organet partijake duhet të bënin të njëjtin hap siç e bën tani, të dorëhiqen që të lejnë hapësirë të fillimit të ristrukturimit dhe ripozicionimit të partisë. Sa për kujtim, unë isha atëherë në udhëheqësinë e Lidhjes Social-Demokrate si nënkryetari i saj dhe isha i pari që dha dorëheqje nga pozita që natën e zgjedhjeve, në fakt pas rundit të dytë zgjedhjeve presidenciale dhe zgjedhjeve parlamentare, si akt moral dhe etik, sepse mendoj si është një veprim i lartë demokratik që duhet ta kemi, që pas çdo disfate duhet të thush, edhe pse ndoshta nuk je më i thirruri për të marrë përgjegjësinë, sepse përgjegjësia ndonjëherë është e të gjithëve, nuk është e një personi. Kështu që ajo që ndodhi tani, mendoj se lën hapësirë për fillim të ristrukturimit, të cilin Lidhja Social-Demokrate duhet ta bënte në këto 18 muaj, po goxha vështirë po e bën për shkak dallimeve të mendimeve, por edhe dëshirave, të themi, personave të ndryshëm, ndoshta për të pozicionuar më mirë. Një pyetje që ndoshta të gjithë e bëjnë në mënyrë direkte ose indirekte është se a ka reflektuar Lidhja Social-Demokrate se çfarë ndodhi me qeverisjen e kaluar dhe pse arriti në këtë rezultat që është një nga më të dobtit në histori? Ka reflektuar dhe reflekton çdo ditë. Por në fakt është pasojë shumë shkaqeve, është grumbull i gjërave që ka ndodhur në ndodhive. Nuk duhet të harrojmë që gjatë qeverisjes LSDM-s në 7 vite të gjitha çështjet e mëdha edhe të dhimbshme ndoshta, edhe për shoqërinë u hapën, disa u mbyllën, disa ngelen peng për të mbyllur. Kohezioni shoqëror i cili mungon në këtë shoqëri, po e shohim sot, filloi të lëviz në anën e duhur, por si duket duke mos eliminu shkaqet e vërteta për të arritur një kohezion shoqëror. Kështu që ka shumë elemente të cilët duhet të merren parasysh pse erdhi ai rezultati i cili erdhi. Nuk duhet të anashkalojmë edhe faktorën e jashtëm, zhvillimet gjeopolitike edhe jashtë vendit, ku të djathët në fakt dhe fuqia e të djathëve në rajon, por edhe më gjerë, dita ditës po përforcohet, dhe kjo bëri që të kemi një koalicion, po e them, djathist që të fiton zgjedhjet. Por nëse më pyesni personalisht,
nëse po reflekton mjaftueshëm, shpejt, jo. Unë mendoj se si parti opozitare që do duhej shumë më shpejt të reflektohet, të thuhen sendet haptazi, të diskutohen dhe mos të futen poshtë tapetit. Po ja edhe një pyetje këtu për të kaluarën. Ku mendoni sot nga një distancë më e madhe kohore që gaboj LSDM-ja? Ka disa diskutime. Një thuhet se aferat korruptive, a janë apo s'janë të përfunduara është një çështje tjetër, po ky ishte opinioni i përgjithshëm. Dhe pjesa tjetër thuaj marrëdhënia me BDI-n, raportet me BDI-n dhe një lloj përshfaqjeje dominante e BDI-s që dukeshte sikur e sundon LSDM-n. Pra po e them është në fakt gjithçka që ndodh bazohet në perceptime. Perceptimet kur krijohen, ajo është nuk ke se si ik. Unë po e marr elementin e parë në rastet korruptive. Në kohën e LSDM-s ndëshkueshmëria e njerëzve nga radhët e LSDM-s për çështje korruptive është shumë më i lartë se sa cila do qeveri që ka udhëheq në këto 34 vite. Nuk keni ju rast pas ndodhive të ndryshme të ndëshkohet ndikush nga radhët e juja. Po them nga figura shumë eminente që nuk ishte rasti tek ne, dhe kjo ishte dedikimi se lufta ndaj korrupsionit dhe krimit të organizuar është goxha lartë. Po perceptimi u kriju se po është një qeverisje korruptive, vazhdon lufta e VMRO-s ndaj LSDM-s sepse ata e dinë se nga vjen rreziku për pushtetin e tyre, se kinse çfarë kanë bërë, duke harruar se çfarë po bëjnë. Dhe e dyta, unë kam thënë që fatkeqësia e këtij vendi është se asnjëherë ne nuk kemi punu mjaftueshëm për të arritur kohezionin social të gjithë njerëzve të cilët jetojnë në këtë shtet. Dhe kohezioni social fillon duke i mbyll çështjet e hapura që nuk diskutohen, por gjithmonë janë Për cilat, për shembull? Ja, për shembull, pajtimin mes etnive dhe është një koncept në anglisht i thojnë power sharing, që është koncepti i ndarjes së fuqisë vendimmarrjes. Për herë të parë ndodh që në kohën e LSDM-s nuk ishte pozita tabu për askënd, pa marrë parasysh nga çfarë etnie vjen, nga cila parti vjen, por e rëndësishme ishte nëse mund të jesh në nivel të pozitës të cilën e udhëheq. Po, a është ky çmimi, që e pagoi LSDM-ja? Po, sepse e djatha VMRO-DPMN e shfryzoi goxha mirë në pa them atë mbulojën se po e lufton BDI-n, në fakt po filloi një kampanjë të ashpër anti-shqiptare, të deshqiptarizimit të vendit, duke thënë se po shqiptarët janë të rëndësishëm në këtë vend, por aty ku ne themi, edhe aty ku ne mendojmë se mund të arrijnë, jo më shumë se aq. Bile unë e kam thënë edhe publikisht, edhe në parlament, ja u kam thënë ditën e zgjedhjeve, mbas përfundimit të zgjedhjeve vitin e kaluar, një prej personave goxha me emër në VMRO-DPMN, i cili deri atëherë mbante pozitë goxha të lartë, tha më në fund do kthejmë ekonominë në dorën e Maqedonasve. Duke aludu se deri tani kishin shqiptarët, menaxhonin shqiptarët me resorët ekonomik në qeveri, tani do e kthejmë tek Maqedonasi, që është një element goxha i problematik për këtë vend. Dhe kjo është çmimi. Në fakt, ju nëse i shihni numrat, neve nuk na kanë dëshku pse kemi bërë një hap të tillë,
për në një moment të caktuar, e djathta, VMRO DPMN, shfrytëzoi këtë moment për të nxit atë elementin nacionalist dhe votuesit e tyre, që zakonisht i ka, për t'i votu më shumë se sa kurse neve normalisht në umveshën shumë prej gjërave. Mos harrojmë çështjen me marrëveshjen bilaterale me Bullgarinë, ndrimin e emrit dhe shumë çështje tjera që janë çështje madhore, po që nga kjo perspektivë po tregohen se janë hapa të duhura për të ardhmen e vendit, por çmimin duhej në një moment një parti ta paguon. Tani, duke parë më shumë nga e ardhmja, ajo që unë vere është se Lidhja Social-Demokrate nga një parti që është e majtë, që hyn në kampusin e ideologjive të majta, për shkak të asaj që ju e përshkruat dhe atmosferës së përgjithshme, disi lëkundet ose afrohet më tepër nga qendra dhe nga e djathta, sepse do me siguri që të marrë vota, po sa është e sinqert një gjë e tillë? Kjo nuk është thënë hapur ende, sepse partia është në një proces që, siç edhe thatë, të rishikimit të strategjive të saj, por eksponentë të caktuar disa herë bëjnë deklarata nga partia juaj apo që disi duke sikur do ta lënë këtë linjë edhe ideologjike, po edhe praktike që e kishin deri para kohë. Një prej çmimeve më të mëdha që kemi paguar është në fakt lënia e linjës ideologjike, se kur flet me bazën tonë, na thonë, nuk ishit konzistent në politikat partijake, të qendrës së majtë, atë socialdemokrate dhe mos konzistenca të jep një çmim të caktuar. Çmimi ishte rezultati. Në fakt unë nuk befasohem kur eksponentë të ndryshëm japin deklarata që anojnë nga e djatha. Unë njifem edhe brenda partisë si një prej kritikuesve të mëdhenj të lëvizjes nga aspekti ideologjik socialdemokrat. Dhe shpesh më thonë, po mirë si gjenë gjithmonë komente ndaj gjithçka, i them sepse jam konzistent në atë që besoj. Unë besoj në vlerat socialdemokrate dhe këtë, pa më parasysh se në këtë moment Lidhja Socialdemokrate është partia e vetme socialdemokrate, po të ishte ndonjë parti tjetër, ndoshta do kisha qenë në atë parti. Flasim për ideologji, flasim për vlera. Them edhe një prej argumenteve që gjithmonë ja u them, është mirë ndonjëherë të mundohesh të pëlqesh nga një masë e caktuar, por nuk duhet të harrosh se ata nuk janë votuesit e tu. Ata kanë pesh diku tjetër. Prandaj sa më shpejt që LSDM-ja ripozicionohet dhe i vën themelet e shëndosha në aty ku si parti duhet të ketë vendin, aq më mirë për partinë si e tillë. Dhe kjo është një prej gjërave që ja u kam thënë në parti, edhe liderit, edhe të tjerëve, që kushdo që tjetë në udhëhesinë e re partijake, lëvizja në të djathtë, në të majtë, në qendrën majtë, qendrës së djathtë, nuk i bën mirë partisë dhe mund të ndodhë që do humbë goxha prej jo vetëm për krahasve, por edhe prej njerëzve të cilët mund të çojnë partinë përpara. Tani, kur jemi këtu, Lidhja Socialdemokrate u hap në një moment ndaj elektoratit jo tipik të saj, ku shumë shqiptarë edhe votuan për Lidhjen Socialdemokrate, jo rastësisht u hap edhe me figura, siç ishit dhe ju, që në përgjithësi, në kontekst të Maqedonisë dhe marrëdhënieve të këtu të brendshme, apo edhe atij termi që ju e përmendën kohezion social, në fakt ishte një hap më tolerant, më modern, nëse duam ta themi. Rezultatet e fundit tregojnë një tkurrje të votuesve përsëri në kampet etnike. Si e shikoni të ardhmen në këtë kontekst kur për momentin përsëri elektorati ndahet mbi baza etnike. E them këtë sepse në kohën kur Lidhja Socialdemokrate u hap, kishte
lista të përbashkëta me Lëvizjen Besa, kishte eksponent si ju, kishte deputet shqiptar brenda saj. A mendoni që ky ndëshkim që erdhi nga votuesit pavarësisht për çfarë arsye do ta bëjë Lidhja Socialdemokrate të kurret përsëri më shumë në elektoratin e saj etnik? Nuk e ka komoditetin as Lidhja Socialdemokrate, por edhe parti tjera që në fakt të kërkojnë përkrahje vetëm nga një etni, sepse shteti Maqedonisë së Veriut është shtet multietnik nga përbërja e saj. Dhe çdo kush që mendon se një është i zoti i shtëpisë dhe tjerët janë shërbëtorët e tyre, nuk e ka rrugën e gjatë. Prandaj po them nuk e ka komoditetin dhe nuk mund të ndjehet LSDM-ja komfort që të ikë konceptit, po e them qytetar, si parti politike, ku të gjithë të cilët besojnë në vlerat socialdemokrate dhe në ideologjinë socialdemokrate e kanë vendin në këtë parti. Po them gjatë kësaj periudhe, po kishte elemente të caktuar, nuk duhet harrojmë se konceptin i cili mundoheshte që të sjell atë kohezionin social që flasun, koncepti një shoqërisë për të gjithë luftohej nga të gjithë. Duke përfshirë edhe nga ata që ndonjëherë kanë qenë pjesë e koalicionit me LSDM-n, sepse e dinë se në një të ardhme shumë të afërt, po e them, për këtë vend, vetëm partitë ideologjike do janë partitë të cilët do mbijetojnë, kurse partitë etnike dal nga dal do të kurrën. Momente të ndryshme kemi pas në këto 34 vite. Fatkeqësia është që akoma nuk jemi në nivelin në cilin dum të jemi dhe shoqëria don të jetë. Dhe kjo manifestohet me sa të rinj për shembull ke në partitë politike. Shumë të rinj në fakt nuk besojnë më në partitë politike sepse nuk e shohin veten. Ata nuk flasin në gjuhën e tyre të vetme, shumica e tyre flasin në gjuhë të përbashkët, cila do qoftë ajo, sepse mendojnë se vetëm ashtu bashkë mund të bëjnë të arrijnë një qëllim më të lartë. Po Mirja, brenda partisë a diskutojnë këto tema në çfarë konteksti ose në çfarë aspekti? Ajo çfarë dominoi në kohën e fundit është se me LSDM-n shqiptarët e morën Maqedoninë. Kështu, nëse shikoni diskutimet në rrjetet sociale, nëse shikoni atmosferën e përgjithshme, ideja është se shqiptarët na e morën Maqedoninë. Tani kur ju flisni për power sharing, për ndarjen e pushtetit si term dhe si një akt politik, a pranohet kjo në strukturat e Lidhjes Socialdemokrate? Sepse përsëri do të them, nëse pranohet hapur, mund të ndodhë që të kenë frikë se do ndëshkohen përsëri. Linjat e tjera më agresive, më të djatha do të thonë ja, Lidhja Socialdemokrate përsëri do të ndaj pushtetin me shqiptarët ose më keq t'ua jap atyre. Flitet tek shumica pranohet si fakt që kjo është e ardhmja, që koncepti i ndarjes së pushtetit me të gjithë, jo vetëm me shqiptarët. E përmenda këtë për shkak të linjës që edhe ju e tha, se VMRO-ja atë fushat bënte në mënyrë indirekte siç e përshkruat ju. Por unë po e them, VMRO-ja e shfrytëzoi me një përkrahje të jashtëzakonshme të djathëve të rajonit, me agenda të caktuara nga rajoni, sepse nuk janë agenda që u kriju në 2024 të më përdolëm në zgjedhje parlamentare, janë kriju shumë më herët në VMRO-DPMN. Bile unë them nuk ka dallim nga kjo VMRO-DPMN me VMRO-DPMN në kohës së regjimit dhe Nikola Gruevskit, kështu që the pattern është e njëjtë. Nuk ka ndryshuar asnjë gjë, edhe pse figurat mund të ndryshojnë. Po e them shumica ekziston një frikë të një pakic dhe unë them mënyra më e mirë për t'i auheq frikën është me shembuj pozitiv. Për shembull,
unë vazhdoj të kem një përkrahje të mirë brenda antarëve të partisë, po jo vetëm, për shkak se e bëj rolin e deputetit opozitar në mënyrën më të mirë të mundshëm në të gjitha aspektet statistikore. Jam një prej deputetëve më aktiv në parlament, që tregon edhe në aspektin e përgatitjes tënde, por edhe në aspektin e pa themi frigës, t'i flasim këtij që e mendon veten zot të shtëpisë. Prandaj po them se ka në këtë fazë të ristrukturimit të partisë ka zëra të ndryshme. Por qëndrimi i udhëheqësisë aktuale, i liderit, por edhe po them grupit parlamentar, se nuk mund të flas, është që nuk mund të kesh të ardhmet të këtij vendit nëse bazohesh vetëm tek të tut, pa ndarë pushtetin me të tjerët. Dhe edhe për vëmëron, mendoj që sinjali i zgjedhjeve lokale duhet të jetë i tillë. Në zgjedhjet lokale, për shkak se në tavolinë nuk kishim ne ofertë lokale, por ofertë nacionaliste, kishim të kurrje të pjesëmarrjes qytetare në votime. Unë si një njeri që merret që ka hyrë në politikë, sinqerisht më vjen turp kur shoh që ne kemi rajone, kemi komuna ku nuk arrim as censusin e 33% të daljes, që tregon që njerëzit janë lodhur me ofrimin, në fakt mospasjen e ofertës reale ndaj zgjidhjes së problemeve të tyre, por duke u kthyer gjithmonë tek emocionet dhe tek ndjenjat më shumë. Prandaj kjo më jep një optimizëm se rrugën të cilën ajo lidhje socialdemokrate që unë e kam pa kur kam hyrë është rruga e vetme që mund të shpjerë deri tek suksesi për këtë vend. Dua të shohim pak drejt ardhmës, ja i përmendet zgjedhjet lokale, do t'ju pyes më njëherë si do të reagoni, çfarë thirrjesh do të bëni tani në zgjedhjet që do të ndodhin së shpejti në ato komuna që s'kishte census. Flas për Gostivarin, që është qytet më i madh apo që nuk e arriti censusin, por edhe komunat e tjera. Cili është qëndrimi? Do të bashkëpunoni me partitë të tjera, në komunat tjera do të jeni në garë? Mendoj se përveç në 2 komunave ku kemi pas kandidat, në komunën e Gostivarit Vrapçishit nuk do ketë kandidat LSDM-s. Qëndrimi im është se duhet të përkrahet opozita, sepse mos përkraja opozitës bën keq për opozitën, si e tillë, por akoma nuk ka një vendim të prerë. E di se edhe në zgjedhjet e fundit, në fakt, të cilët kalun, aty ku kemi votues tan, janë antarët e opozitës të cilët kanë qenë të përkrahur. Normalisht aty ku kemi kandidat ton do ketë luftë deri në momentin e fundit që të fitohen, edhe pse përvoja thotë që me inxhinieringun e paparë që kishim në këto zgjedhje të fundit lokale, është goxha e vështirë të luftosh atë inxhiniering, por të shohim se ja shumë shpejt do kemi. Tani dua përsëri, siç thash, të shohim drejt të ardhmës në kuptimin si e shikoni zhvillimin e situatave në Maqedoni, por duke marrë bazë edhe të asaj se çfarë ndodh. Një element që pranohet pothuajse direkt ose indirekt është ngecja me Bashkimin Evropian, dhe kjo lidhet shumë me situatën ose me marrëdhënien me Bullgarinë. Fillimisht dua të pyes, a mendoni që u gabua nga lidhja socialdemokrate, nga qeverisja e kaluar në raport me Bullgarinë? Për njerëzit që merren me integrimet evropiane e dinë se brenda kapitujve të negociateve ekziston një kapitull që ka të bëjë me fqinjësi të mirë.
që do të thotë se ju duhet të keni të zgjidhura gjitha çështjet e hapura me çdo fëmijë, pa marrë parasysh se kush janë ato. Herët avon, ajo çështje do sillet në tavolinë. Kështu që nëse kemi gabu, ne do kishim mund të shtym në një fazë të caktuar, do vinte para përfundimit të grup kapitujve të integrimit. Dhe atëherë do ishte akoma më e dhimbshme, sepse ke bën 98% të punës dhe do bllokoheshe, sepse atëherë do kishe veto prej një shteti bilateral, prej një shteti në aspekt bilateral, kurse tani kemi një parakusht që është në kornizën negociuese, ajo janë ndryshimet kushtetuese. Që në parim, po them për aspektin multietnik të vendit, për kushtetuesën që kemi në moment, nuk e shohim si problematike. Tani, fakti që partia në pushtet u mundu që këtë ta sjell, nën prevezin se edhe argumentit që çështja me Bullgarinë nuk na lën të integrohen, nuk është e vërtetë. VMRO do përmene asnjëherë, por as sot, nuk është e interesuar për integrimet evropiane. Edhe kthehemi historikisht mbrapa, që nga 2008, mendoj që vendimi prerë i tyre, mbrenda mendjes së tyre, është ne nuk duhet të integrohemi në Bashkimin Evropian, se humbim komoditetin e qeverisjes në mënyrën si ata e mendojnë. Po, a mendoni që nuk u shpjegua mirë kjo sa që duhet të qytetarët me situatën e Bullgarisë, dhe në këtë aspekt si është e ardhmja, si do jetë zgjidhja, se shumica e qytetarëve ende dëshiron integrimin evropian, nga ana tjetër është situata ajo që është. Domethënë, mendoj që një prej gabimeve, dhe këtu po e them duke mos lën anash vetveten, sepse ndoshta duhet të ishim më të zëshëm brenda kabinetit qeveritar, që hapat e mëdhej që kanë të bëjnë me ndjenjat e qytetarëve nuk mund të bëhen pa involvim të qytetarëve në diskutimin publik. Përfshirjen më të madhe të tyre në vendimin final. Dhe mendoj se duhet të harxhohej më shumë kohë në diskutim publik me të gjithë, se çfarë realisht do të thotë marrëveshja bilaterale e fshinjësisë së mirë me Bullgarinë, në vend se të merret në dorën e disa personave të cilët negociojnë në emër të vendit. Unë gjithmonë mundohem të them se çfarë vetë ke bë, që tregosh edhe të tjerë. Në kohën time si zëvendës kryeministër, punova udhëheqa një proces që është procesi i strategjisë kombëtare për zhvillim. Një proces që zgjat 2 vite e gjysmë. Është strategji që flet për të ardhmen e këtij vendit. Involvoi mbi 15.000 njerëz në diskutim publik, vetëm për të pyetur se ku do ta shohin shtetin pas 20 viteve. Kur për një proces të tillë ti merr goxha kohë, 2 vjet e gjys për të përfshirë njerëz nga opozita, nga gjitha sferat publike, atëherë mendoj që edhe për një çështje shumë sensitive, për një pjesë të popullatës, po e them, që është shumicë, do duhet të merrej pak më shumë kohë që të gjendet konsenzusi për se si duhet të duket marrëveshja mes dy fshijve, dhe e dyta që të vuloste trajektorinë tonë euro-integrime. Fatkeqësisht tani ne, dhe këtë është goxha vështirë për të më ndryshuar mendimin, VMRO do përmendoj nuk është e interesuar jo për ndryshimet kushtetuese, por nuk është e interesuar për integrimet evropiane në mënyrën siç Bashkimi Evropian, Komisioni Evropian e parashef, sepse ata nuk kanë çfarë të ofrojnë.
do duhet të japin shumë prej vetvetes, mënyrës se si ata e shohin pushtetin, për të bërë diçka të cilën ata nuk besojnë se është me të vërtetë rruga e duhur. Si e shikoni rolin e partive shqiptare që janë pjesë e qeverisë në këtë kontekst? Në integrimet evropiane? Po, sepse ata me gojë plot thonin që janë sigurisht për integrimet, sepse është një nga kërkesat kryesore të elektoratit shqiptar. Nga ana tjetër, kur e kemi këtë situatë, a mendoni që heshturazi po pranohet nga të gjithë se integrimet do të ngecin edhe për një kohë të gjatë? Që është e njëjta se çfarë pranon. Unë fjalën integrim e shoh nga dy anë. E shoh integrim në Bashkimin Evropian. Ne po flasim për integrim në Bashkimin Evropian si me anëtarësi të plot, ku do marrësh barën e të udhëhequrit, të pasurit pushtet. Në integrim tjetër në Bashkimin Evropian mund të edhe sot kemi, në ndonjë formë tjetër, edhe sot nëse themi si shtet që jemi të interesuar, nuk jemi të interesuar për integrim të plot, mendoj që Bashkimi Evropian do kishte thonë, okay, në rregull, do e bëjmë këtë. Dhe duke pa këtë, edhe po i kthehem aspektit kombëtar. Koalicionin që shqiptar në qeverisje e shoh se duhet të marrin pjesë në qeveri, por duke mos qeverisë. Kështu që konceptin e integrimit e kanë kuptu pak më ndryshe, të marrësh pjesë, por mos kesh pushtet. Unë nuk flas për një integrim të tillë. Prandaj, roli i tyre mendoj se është i pazëshëm në këtë mënyrë, sepse nuk pyetet askush tjetër përveç VMRO dhe PMN-s për integrimet evropiane. Po kur përmendet ideologjinë, janë në hapësirën albanosferën, nëse mund ta them kështu, në Ballkan, të majtët janë në pushtet. Edi Rama është në Shqipëri, Albin Kurti është në Kosovë. Si mendoni që ose si e shihni pikërisht këtë divergjencë që u krijua këtu, që përsëri kjo qeverisje është e afërt me Albin Kurtin, që është e majtë, a bie në ujë gjithë ideologjia? Nuk është qeveria e afërt me Albin Kurtin. Janë disa anëtar të qeverisë të afërt me Albin Kurtin. Qeveria është e afërt me Vučićin, që është djathist, me Orbanin, që është djathist. Kështu që duhet të bëjmë ndarje, sepse qeverisjen e bën VMRO dhe PMN, të tjerët janë pjesëmarrës në qeveri. Unë do kisha thënë se janë të afërt nëse me të vërtet do kishim konzistencë në politika që dhe rrugën që ndjekin. Për shembull, po të ndjekshim rrugën e integrimeve evropiane duke pa shembullin tek Edi Rama edhe tek Shqipëria, do kisha thënë po binë në ujë aspektet ideologjike. Po them, për momentin këtë qeverisje e udhëheq vetëm interesi edhe politikat populiste, nuk e tërheqin as integrimet evropiane, as politika që kanë të bëjnë për të mirën afatgjate të vendit dhe të shoqërisë. A shihni situatë ku do të ketë tensione ndëretnike atëre? Sepse kur përmendni politikat populiste, zakonisht kur dështojnë politikat të caktuara, këtu të ne ndizen këto gjakrat. Këto lloj situata që pastaj të mund të interpretohen në forma të ndryshme. Për shembull, e them këtë edhe në kontekst të protestës që u bë për UÇK-n, ku reagimet ishin të ndryshme, disi apo krijohet një lloj atmosfere që të dominoj ky narrativ më tepër. Si shikoni gjithë këtë? Unë e them sepse historia na ka treguar se gjithmonë problemet, konfliktet ndëretnike kanë qenë shumë të spikatura ndaj çdo revolucioni shoqëror, të them, tjetër.
ajo çfarë mendoj se do ndodh në Maqedoni nuk është konflikt ndëretnik, por do ndodh rebelim shoqëror ndaj vendimeve të gabuara të qeverisjes aktuale dhe vendimeve që do merren në të ardhmen. Kur të cenohet siguria publike, kur të dobësohet mirëqenia ekonomike, kur e ardhmja për fëmijët tu është e cenuar, vihet në pikpyetje, nuk ka ndarje etnike. Është thjesht të reagosh si prind, si njeri i këtij vendit të thosh mjaft më. Fatkeqësisht kjo po na ndodh. Prandaj unë nuk e shoh që edhe pse struktura të caktuara ndoshta do e dëshironin një konflikt të tillë etnik, sepse kjo do i tërheqte nga vëmendjen nga problemet dhe nga mënyra se keq qeverisin, por fatmirësisht për ne, kjo nuk do ju ndodh, dhe ballafaqimi me popullin do ju ndodh, por do ju ndodh për aspekte tjera dhe për gjëra tjera të cilët po i sillin në tavolinë që nuk kanë bazë etnike. E tani, cilat janë këto gjëra? Unë e di që fokusi juaj është edhe te ekonomia. Cilat mund të jenë problemet e tjera që ju i shikoni? Pam nga kryeministri diskutime për të mbyllur thesarin në 15 dhjetor, ka njoftime që qeveria po merr hua nga bankat vendore. Mendoni që ekonomia do të jetë problemi kryesor? Mirëqenia ekonomike në përgjithësi do jetë problemi kryesor. Pse po e them një gjë të tillë? Sepse të gjitha shenjat tregojnë se gjërat nuk po shkojnë si është më mirë. Dhe unë po vetëm krahasim si ka qenë, si është sot. Ju mund të thoni që gjërat ecin mirë, por nuk nëse për shembull një aspekt ajo është TVSH-ja, kthimi i TVSH-s ndaj kompanive. Vonohet nga 6 deri në 12 muaj, nuk kthehet. Kjo është problem serioz për likuiditetin e kompanive. Mos likuiditeti e kompanive do të thotë rrudhje e kapacitetit tyre financiar, që do të thotë më pak para në thesarin në buxhetin e. Ne kemi deklarata që ka rritje ekonomike e treta. Ne mund kemi gjithçka, numrat thonë të kundërtën. Ju sot me 15 dhjetor keni 86% të realizimit të hyrave të planifikuara, që i bjen se 14% e të hyrave të planifikuara për këtë vit aktual, ku ke edhe 15 ditë në përfundim të vitit, mungojnë. Kjo nuk numërohet në qindra milion denar, numërohet me miliarda denar, që i bie afër 900 milion euro. Ja ta sqarojmë për ata që ndoshta nuk e kuptojnë. Pra, qeveria gjithmonë bën planifikim vjetor se sa para do të marrë nga tatimet. Mbi bazën e këtyre planifikimeve bën pastaj planifikime se si do t'i harxojë ata para, ku bëjnë pjesë rrogat, pensionet, ndihma sociale, investime të ndryshme e tjera. Dhe ju thoni që nga ky planifikim deri tani vetëm 84% i ka marrë. 86%. Po, 86% i ka marrë. Mungojnë 14% dhe ky është një problem i madh. Absolutisht po, asnjëherë nuk ka ndodhur. Ju mund Kjo është si në një familje. Ju planifikoni që të keni të hyrje të caktuara brenda vitit, dhe sepse normalisht planifikimi është baza e gjithçka. Po, sepse ke rrogat, ke ajo fjala jon popullore i shtrin këmbë sa e ke organin. Po. Tani nëse e ke bëj organin shumë të shkurt, do mërdhish. Në fakt, kjo qeveri e ka planifiku organin shumë të gjatë, tani po ju del shumë i shkurt. Po ku ka gabuar? Në planifikim. Në planifikim dhe në politikat e tyre të përditshme që kanë bë të kurrjen e bazës për të hyrat. Ata unë i ndëgjoj, thonë, po janë rritë doganat. Jo, doganat janë rritë, po me sa përqind marrin pjesë doganat në të hyrat publike? Është përqindja jashtëzakonisht shumë e ulët. Ke rënje në grumbullimin e TVSH-s,
që i bie se populli harxhon më pak, dhe fakt për një gjë të tillë është se populli çdo ditë bëhet më i varfër. Paga minimale ka ngecë mbrapa jashtëzakonisht. Paga mesatare po bie, në vend se të ketë rritje, ajo bie. Ju keni rritje të pensioneve, po në fakt ke sjell që sistemin pensional ta bësh të paqëndrueshëm. Dhe sot është fat që kemi pagesa të pensioneve, për në 3 vite prej sot është do jetë goxha e vështirë për cila do qeveri të jetë të paguan pensionet. Kjo do ishte e vështirë edhe për qeverisjen e kaluar. Nuk do të thotë. Nuk do të thotë, sepse në qeverisjen e kaluar për shembull në deficitin buxhetor ose tek fondi pensional e kemi sjell në nivel të 32%. Çka i bie? Nëse duhej 1 miliard euro, vetëm 320 milion jepeshin nga buxheti në fondin pensional. E dini se është planifikimi për vitin 2026 të parave që duhet ti siguron shteti për pagesën e pensioneve? 1 miliard. Nga 320 në 1 miliard euro, jo denar. Dhe kjo shkon në 48%. Nëse vazhdohet kjo trajektori, kjo politike pa menduar goxha mirë, ju do keni situatë ku të hyrat e fondit pensional nga të punësuarit të jetë më i ulët se sa prurjet nga buxheti, që është e paqëndrueshme. Nuk ka asnjë fond pensional në botë që funksionon në mënyrë të tillë. Prandaj e themi se është problematik. Ju keni momente kur kjo qeveri në këtë moment nga bankat e vendit ka marrë huar rreth 900 milion euro dhe plus 600 milion nga jashtë, 1.5 miliard, dhe nuk i shifni në buxhet sepse janë harxhu, nuk mund të servisojnë nevojat. Po ku kanë shkuar parat atëherë? Pyetni qeverinë. Unë e di se qeveria do thotë duke kthy huat e marra më parë, por kjo është cikël, kjo është qeverisje. Prandaj unë shpesh ja u them, vazhdoj edhe do ja u them. Qeverisja e një vendi nuk është si një organizatë jo qeveritare, ku ju merreni me projekte të ndryshme. Dhe sot po e shifni, ky projekt, ai projekt, jo. Qeverisja e vendit flet për ndryshim dhe krijim të sistemit të qeverisjes. Sepse nëse nuk ke sistem në qeverisje, ti nuk ke institucione dhe do ngelet në dëshirën e dikujt për të bërë ndonjë projekt. Po bëjnë një kanalizim, po bëjnë një rrugë, po bëjnë një kanalizim, po bëjnë një rrugë, dhe kjo nuk është zhvillim. Kjo nuk është e ardhme. Kjo nuk është mënyrë se si ti siguron qytetarëve tu, fëmijëve tu, të ardhme të sigurt, që ne e themi gjithmonë evropiane, sepse në fakt atje i shohim mirëfilli mënyrën se si funksionon një shtet. Atëherë 2026 do të jetë problematike, do të sjell krizë. Ju thoni që ky do të jetë problemi. Parashikimi juaj është do të përfshihet vendi në një problem ose me probleme ekonomike? Unë mendoj se ky muaj, domethënë përfundimi i vitit 2025, i tregon hapat e parë të fillimit të problemeve, sepse ne do e përfundojmë vitin dikun me realizim goxha të dobët të buxhetit të vendit. Nuk e besoj se do e kalon 90% të realizimit, që i bie se gjitha projekcionet që i ka bë kjo qeverisje do janë problematike. Që i bie se 2026 do ketë të njëjtat probleme. Nëse nuk shfaqen në janar, do shfaqen në dhjetor. Kështu që do jetë goxha sfiduese për ekonominë, për qytetarët, mbijetesa gjatë periudhës së vitit 2026 e posaçërisht në përmirësimin e cilësisë së jetës së qytetarëve aty ku varet nga vendi. Nëse do më kishit thonë ku qëndron zgjidhja, zgjidhja qëndron në momentin kur qeverisja dhe qeveria do duhej të rreket me probleme që realisht duhet t'i zgjidhet. Ajo është gjithçka që kemi parashtruar në planin e rritjes dhe në reformat që duhet të bëhen,
nuk janë për integrim të bullgarëve në kushtetut, por janë për zgjidhjen e problemeve me të cilën ballafaqohet secili që jeton në këtë vend. Le të kapen për reformat, le të bëjnë reformat, dhe le të fillojnë të implementojnë reformat e duhura, që të bëhem edhe që fillojnë të ndjehemi si një shtet europian, dhe problemet dal nga dal do zgjidhen. Fakti që vetëm 30% e asaj që është thënë se duhet të bëhet nga reformat është duke u realizuar, tregon edhe një herë se qeveria nuk ka koncept për qeverisje afatgjatje, por është blerja e çdo dite. Dhe në minutat e fundit disi qarkullohet përsëri biseda me atë se çfarë do të bëjë LSDM-ja tani. Ne thamë në çfarë gjendje është LSDM-ja në një fazë ristrukturimi, por ja do t'ju pyes direkt në fund, a do t'jetë fokusi i ofertës së LSDM-s më shumë tek çështjet ekonomike, me që janë si problem kryesor, dhe ju ku e shihni veten në parti? A mund t'ju shohim në strukturat e partisë përsëri me pozicione? Jo domosdoshmërisht, unë kam thënë edhe më parë dhe e them prapë, për mu jo gjithmonë pozitat janë të rëndësishme, funksionet janë të rëndësishme. Për mu më e rëndësishme është koncepti çfarë do ofron LSDM-ja si parti opozitare. Unë nuk mendoj se shpejt do ketë ndryshim të qeverisjes, por ne duhet të përgatitemi për 2028, për zgjedhjet e ardhshme parlamentare, që të kemi ofertë reale ndaj qytetarëve e bazuar në vlera socialdemokrate dhe e bazuar në zgjidhjen e problemeve të qytetarëve. Nuk mendoni se do të ketë zgjedhje të parakoshme siç po diskutohet? Unë mendoj se duke i pa të gjitha sinjalet që do ketë zgjedhje të parakoshme, ne do marrim pjesë gjithsesi në zgjedhjet e parakoshme, me rezultat më të mirë se sa që kemi pas në 2024, por larg për të bërë qeverin, kështu që po them, unë e shoh në afat mesëm rikthimin e LSDM-s, por vetëm me një koncept të qartë partijak, socialdemokrat, qytetar. Në një situatë të tillë, ndoshta do isha interesuar për të qenë pjesë e strukturave të partisë, por nëse nuk i shoh sinjalet e qarta se koncepti është i qartë çfarë ofrojmë, jo domosdoshmërisht do pranoj çfarë do që tjetë për të pranuar. Ja do të thotë kjo se do vazhdosh vetëm të jesh deputet i LSDM-s apo edhe deputet i pavarur siç u fol një herë? Unë vazhdoj, jam konzistent në atë, unë deri tani 1-2 herë më duket doli lajmi se kalova në Vlen, pastaj deputet i pavarur, pastaj një kohë tek Fronti Evropian, vazhdoj të jem deputeti i Lidhjes Socialdemokrate, vazhdoj të jem me bindje të plot socialdemokrat. Nëse partia do vazhdon të ketë konceptin e qartë socialdemokrat, do jem pjesë e kësaj strukture. Nëse partia i shmanget konceptit socialdemokrat, atëherë në fakt ata kanë heqë dorë prej Fatmir Vytyçit. Në fund, shumë veta për shkak të situatave edhe tensioneve që po shfaqen, edhe diskutimi, diskursit publik, të kurjes së votave, atë që folëm, ende ka nga ata që thonë që ndoshta do ishte mirë Fatmir Vytyçi të ishte në një parti shqiptare. E ke te kalu këtë apo mund të ndodhë që të përfshihesh në një subjekt politik shqiptar? Unë mendoj se për të gjithë ata që më njohin, më kanë ndjek, jam konzistent në qëndrimet e mia që janë ideologjike. Në momentin e parë kur të shoh sinjale ideologjike te partitë shqiptare, nuk e përjashtoj një rast të tillë, edhe pse bie ndesh me konceptin tim të integrimit, sepse partitë etnike realisht do janë, nuk janë spara janë të prirur në shoqëritë të tillë të janë ideologjike. Por nëse shoh lëvizjet të partive në aspekt ideologjik dhe nëse ajo përputhet me parimet e mia ideologjike dhe vlerat në të cilat besoj, unë them asnjëherë në politik nuk
nuk thua që nuk ka lëvizje. Për momentin unë kam zgjedh këtë rrugtim që nuk ka qenë fare i lehtë, dhe nuk është fare i lehtë. Po ju paragjykojnë ende për shembull? Mendoj që njerëzit janë mësuar me Fatmir Bytyçin, sepse veprimet e tij nuk kanë sjell në pozita të palakmueshme asnjërin, qoftë duke qenë në qeverisje, qoftë duke qenë si deputet në opozitë. Fatmir Bytyçi, të faleminderit shumë për këtë bisedë. Ju faleminderit edhe ju. Besoj do të kemi përsëri këtu kur do të ketë edhe zhvillime të tjera politike, por dham një tablo të këndvështrimit të se çfarë ndodh në Lidhjen Socialdemokrate, por edhe në vend sipas pikpamjeve tuaja. Ju faleminderit edhe një herë. Ju faleminderit dhe shpresoj që herën e ardhshme kur të flasim, do flasim për një të ardhme më të qartë për vendin. Të dashur ndjekës, këtu për mbyllim këtë podcast. Rishtazi do të vi sërish herës tjetër, deri atëherë, mirupafshim.